taktika në cilat jemi nguju si shoqëni. A nuk ka qenë Republika e Tretë qëllimi i Kurtit? A nuk ka qenë proklamimi i tij edhe publik që do një Republikë të Tretë? Sepse çka ka lidhje kjo punë me të ardhmen e një shtetit, nëse një person që për mendimin tam është totalisht gabim e ardhmja ka me spjegu sa gabim edhe qysh gabim, Republika e Tretë. Ani çka që një njëri e donë Republikën e Tretë? Ka njerëz që lypin me kthy Kosovën në Serbi krejt. A ka në Kosovë? Qysh s'ka? Ka. Ka do që mendojnë që ma mirë është mi captu Kosovën, mi pru Serbinë deri në Graçanicë. Po, ka. Edhe çato çkatmet, çato copat mja bashku Shqipnisë. Ka dhe asi. Po a ka në Kosovë njerëz që besojnë që jeta ma mirë për qytetarët tonë është me e zhvillu, me bo jetën e mirë në Republikën e Kosovës, në Kosovë. A ka qasi njerëz? A ka njerëz që e kuptojnë që me bo me hy në aventurat këtila, si Republika e Tretë, kemi me prish një kontrat e cila e ma në Kosovën të këtilë çfarë është? A ka njerëz tillë? A ka njerëz që mendojnë ashtu? Apo ka njerëz që janë totalisht naiv, që kujtojnë që diçka bëhet, diçka s'bëhet, mundet mu bo, mundet mos mu bo. E me na kalu neve 6 vjet, deri sot 6 vjet, me një njërin pushtet, me pas arsimin ma keq, fort ma keq, me pas shëndetësin ma keq, fort ma keq, ekonomin ma keq, infrastrukturën ma keq, marrëdhënien ndërkombëtare ma keq, gjithçka ma keq. A ka njerëz që mendojnë bre, apo veç bojnë analizë?